Kemi një situatë të tillë, pronari i kompanisë farmaceutike Nadir Sausholli krijoi 2 kompani të tjera, Medec Albania dhe Pharma Plus. Për të fshehur gjurmët, ai vendosi këtë shoqëri në emër të varësve të tij dhe i përdor për të lëshuar fatura fiktive me qëllim përfitimin e rimbursimit të parave nga Fondi i Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor. Prokuroria e Tiranës thotë se kompanitë fiktive të Saushollit i kanë shqitur subjektit CFO Pharma medikamente të llojit fosfor dhe Trimbo, për të cilat ka ekskluzivitetin një shoqëri shqiptare Medikamenta. Prokurori thotë gjithashtu se Sausholli është ndihmuar nga ish titullari i Fondit të Kujdesit Shëndetësor Spartak Zekja dhe disa punonjës të tjerë të institucionit publik Zade Mali, Hesiana Gjishti dhe Romina Agalliu për të falsifikuar dokumentat. Vlera përfitimi monetar të dyshuar të palishëm për llogaritet aktualisht në vlerën 70 milion lekë të reja, ndërkohë që sipas dyshimeve të publikuara më herët, flasin për një shifër që arrin deri në 60 milion euro. Pra gjithçka duket qartë, dhe qendër të skemës të dyshuar mashtruese qëndron CFO Pharma dhe pronari i saj Nadir Sausholli. Por kur vjen çështja tek aplikimi i masave të sigurisë, e gjithë përgjegjësia shkarkohet tek administratori i CFO Pharma, Frigul Mira, vartës i Nadir Saushollit. Ligji për shoqëritë tregtare përcakton se administratori i subjekteve private është përgjegjësi kryesor për aktivitetin e përditshëm të kompanisë, përfshirë dhe mbajtjen e librave të shitblerjeve. Administratori jep llogari para ortakut ose asamblesë ortakëve. Në rasti konkret, administratori Frigul Mira duket se ka zbatuar pikërisht politikat tregtare të vendosura nga ortaku Nadir Sausholli. Ortaku i vetëm i CFO Pharma ka krijuar 2 kompani fiktive, siç e pranon dhe vetë prokuroria, ndërsa administratori ka zbatuar politikën e Saushollit për të kryer fatura jo reale me ato 2 subjekte. Për veprimet e tij të dyshimta, administratori Frigul Mira tashmë është në masën e sigurisë arrest me burg në mungesë. Me masa më të lehta sigurie, detyrim për paraqitje dhe ndalim jashtë shtetit janë për 3 vartësitë e Saushollit: Lorena Ballabani, e cila rezulton de facto pronare subjektit Medec Albania, Alba Zyfto, e cila është regjistruar si pronare de facto e Pharma Plus, si dhe Jona Berberi.